herën e kaluar, thua që se vullneti i Zotit është që të duam njëri tjetrin. Por, a ka i edhe një vullnet me personal për mua dhe për jetën time? Në Bibel, gjem fjalë që flasim drejt për ty. Në letrën e parë drejtuar Timoteut në kapitulli 2 thuhet: Zoti do që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë njohjen e së vërtetës. Ai nuk dëshiron që vetëm disa të shpëtohen, por të gjithë. Dhe aty je edhe ti i përfshirë. Pra, vullneti i Zotit për jetën tënde nuk është një plan i ndërlikuar. Ai të thërret të jetosh si një njeri i mirë, të punosh me ndershmëri, të gëzosh të mirat që ai të jep, të ndash me të tjerët dhe të duash. Jo vetëm këtu në tokë, por gjithmonë me sy të drejtë për jetësisë. Sepse vullneti i Zotit është që kur kjo jetë të baroje, të filloje një përjetësi me të në gëzim të feste.